Jasi të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkëritë nga gëlbaza me këto 3 ushqime. Pa mushkëri nuk ka jetë. Ato janë të nevojshme për pastrimin e oksigjenit nga toksinat dhe transportin e tij nëpërmjet gjakut drejt të gjithë organizmit. Sistemi frymëmarrjes duhet të mbrohet me fanatizëm për një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Mbrojtja fillon duke u kujdesur edhe tek ushqimi, pijet dhe substancat që lejojnë të futen në organizëm. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga ushqimet dhe pijet më të domosdoshme për shëndetin e mushkërive, të cilat duhet i keni pjesë të regjimit tuaj ushqimor edhe për të përmirësuar funksionalitetin e shëndetit dhe frymëmarrje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uji. Uji është i pari në listë sepse ai hidraton organizmin plotësisht. Sa më të dehidratuar t'i keni mushkërit, aq më i lartë është niveli i rritimit të tyre. Për më tepër, në çdo gotë me ujë, ju do të merrni më shumë oksigjen të nevojshëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e 8 deri në 10 gota uji çdo ditë. Uji i freskët dhe në temperaturë ambienti është më i këshillueshëm. Frutat e pyllit. Shëndeti i mushkërive është i lidhur fort me praninë e toksinave. Frutat e pyllit janë perfekte për pastrimin e mushkërive nga toksinat. Borunica, rrushi, luleshtrydhet kanë shumë antioksidantë që ofrojnë mbrojtje kundër radikaleve të lira, përfshirë këtu edhe ato që ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit të mushkërive. Fasulet. Fasulet janë të mira si për zemrën, ashtu edhe për mushkëritë. Ato janë një burim shumë i mirë i fibrës dhe një racion i tyre plotëson 50% të nevojës ditore për fibër. Një regjim ushqimor i pasur me fibër luan një rol kyç për shëndetin e mushkërive. Mollët. Mollët përmbajnë vitamina dhe minerale thelbësore për funksionet e duhura të mushkërive. Bëhet fjala për vitaminën C, prania e të cilës ul rrezikun e problemeve të mushkërive. Për më tepër, ato përmbajnë fiber dhe ujë. 1 deri në 3 mollë çdo ditë janë më së të këshillueshme jo vetëm për mushkëritë, por edhe për të marrë fibrën e nevojshme për tretjen. Shega. Shega është një heroinë e vërtet në mesin e ushqimeve të shëndetshme. Ajo është e pasur me antioksidantë dhe acid elagjik që ngadalëson në rritjen e qelizave të dëmshme në mbar trupin, përfshirë edhe mushkëritë. 1 deri në 2 kokra sheg ose 250 ml lëng shegje çdo ditë, sidomos gjatë sezonit të tyre, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin e mushkërive, gjithashtu edhe të gjithë organizmin. Specat e kuq djegës. Speca djegës janë mirëbërës jo vetëm kundër sinuzitit, por edhe pastrimit të sistemit të frymëmarrjes nga infeksionet. Kapsaicin, një përbërës aktiv i specave, pastron mushkëritë dhe ngadalëson rritjen e qelizave të dëmshme në mushkëri. Prandaj, shtimi i këtyre produkteve në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në shëndetin tuaj të mushkërive. Hudhra. Hudhra ka veti antiinflamatore dhe redukton dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira. Konsumi i hudhrës së papërpunuar në dietën tuaj mund të luajë gjithashtu një rol në reduktimin e rrezikut të problemeve të mushkërive, duke u bërë kështu një ushqim i shkëlqyer për mushkëritë më të shëndetshme. Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe ushqimet e pasur me vitaminën D. Vitamina D mund të forcojë sistemin imunitar dhe të reduktojë inflamacionet në rrugët e frymëmarrjes. Studime të tjera sugjerojnë një lidhje të mundshme midis niveleve të reduktuara të vitaminës D dhe sëmundjeve të mushkërive. Burimet e vitaminës D përfshirë qumshtin, vezën, kosin dhe salmonin, duke përfshirë shumë nga këto ushqime në dietën tuaj, do të keni mushkëri të shëndetshme për një kohë më të gjatë. Gjithçka qëndron te sasia që i konsumoni. Çaji i jeshil. Kjo është një nga zgjedhjet e mira për shëndetin e mushkërive për shkak të niveleve të larta të antioksidantëve, duke përfshirë quercetinën, që vepron si një antihistamin natyrale dhe ngadalëson lirimin e histaminave, zvoglon inflamacionet dhe mbron mushkëritë nga acarimi. Çaji i jeshil ka gjithashtu nivele super të larta të antioksidantëve, flavonol dhe EGCG. Ushqimet e pasur me vitaminën C gjithashtu duhet të jenë pjesë e dietave tuaja. Ulëntimet sugjerojnë se vitamina C mund të mbrojë kundër problemeve të mushkërive, pavarësisht nga historia e pirjes së duhanit. Dhe studime të tjera kanë sugjeruar se vitamina C mund të ketë efekte mbrojtëse kundër problemeve të mushkërive. Ushqimet e pasur me proteinë gjithashtu duhet të jenë aleati juaj më i mirë. Marrja e mjaftueshme e proteinave është çelësi për ruajtjen e shëndetit të mirë të mushkërive.
Dixon sugjeron një zgjedhje të proteinave të bollshme në çdo vak dhe një zgjedhje burimeve të vezëve si kosi, një element i proteinës së shëndetshme në bazat bimore, si arrat, bishtaja dhe mishi pa djam i shpendëve, të cilat janë lidhur me reduktimin prej 10% të rrezikut të zhvillimit të problemeve në mushkëri. Zarzavatet. Për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm të mushkërive dhe për të mbrojtur mushkëritë nga inflamacionet dhe infeksionet, perimet me gjethe jeshile si spinaqi dhe lakra jeshile janë me fuqi anti-inflamatore. Këto ushqime përmbajnë klorofil, i cili u jep atyre ngjyrën e gjelbër dhe ndihmon në mbështetjen e rrjedhës së gjakut në mushkëri. Ato përmbajnë të gjitha karotenoide si luteina dhe zeakanthina, të cilat veprojnë si antioksidant në trup duke hequr radikalet e lira që mund të shkaktojnë gjithashtu dëmtime të mushkërive. Molla. Mollët përmbajnë minerale si fibra, vitaminat C, A, E dhe kalium, gjithashtu edhe flavonoide. Punën mund ta bëjë edhe pestracione në javë me mollë që mund të ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të mushkërive. Përfshirja gjithashtu e lakrës së kuqe në dietën tuaj do të jetë një aleat e mirë e shëndetit të mushkërive. Lakra e kuqe është e pasur me fibra, vitamina C dhe vitamina A. Ajo përmban nivele të larta të kaliumit si hekuri, magnezi, kalciumi, fosfori dhe gjithashtu është një burim i shkëlqyer i karotenoideve dhe antiocianinave që mbështesin shëndetin tuaj imunitar. Marrja e shtuar e lëndëve ushqyese të induktuar nga antiocianina forcon gjithashtu edhe fokusin e mushkërive. Vaj i ullirit. Vaj i ullirit është një burim i antioksidantëve anti-inflamator me përmbajtje të polifenoleve dhe vitaminës C. Në një sër studimesh të kryera rezulton se vaji i ullirit përmirëson funksionet e mushkërive të atyre me probleme të astmës. Acidet yndyrore të pangopura dhe tokoferoli, një formë e vitaminës C, gjithashtu shoqërohet me funksionet më të mira të mushkërive. Kosi. Kosi është një ushqim i pasur me proteinë, me kalcium, fosfor, vitamina të grupit B. Studimet tregojnë se kosi ndihmon në përmirësimin e funksionit të mushkërive edhe për të mbrojtur nga rreziku i inflamacionit të tyre. Hudhra. Alicina, përbërësi kryesor aktiv në hudhër, e pasur me vitaminën C, selen, kalium dhe kalcium, forcon qelizat imune. Në të njëjtën kohë ajo siguron mbrojtje kundër infeksioneve bakteriale dhe virale, fal efekteve të tyre antimikrobike dhe antivirale. Përveç atyre, alicina kontribon në pastrimin e mushkërive, largon bakteret e këqija dhe përmirëson funksionin e tyre. Kungulli. Kungulli është i pasur me karotenoide siç janë alfa dhe beta karotin, luteina dhe zeakanthina, të cilat promovojnë shëndetin e mushkërive. Kungulli, për shkak të vetive anti-inflamatore, neutralizon substancat e dëmshme dhe i parandalon ato nga dëmtimet e qelizave të trupit. Panxari. Panxari është i pasur me vitamina dhe minerale të tilla si vitamina A, vitamina C dhe kalciumi. Beta-lajn, e cila jep ngjyrën e saj, optimizon funksionin e mushkërive duke treguar nivele të larta të vetive të tyre antioksiduese. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për shëndetin e mushkërive. Domatet. Domatet janë ndër burimet më të pasura ushqimore të likopenit, të cilat kanë veti antioksiduese, karotenoide dhe shoqërohen me shëndet të mirë të mushkërive. Studimet kanë treguar se konsumi i domates zvogëlon inflamacionin në rrugën e frymëmarrjes të individët me astmë dhe përmirëson funksionin e mushkërive. Bananet. Përmbajtja e pasur e kaliumit në banane është shumë e rëndësishme për shëndetin e mushkërive. Një studim tregoi se konsumi adekuat i kaliumit, veçanërisht të vegjëlit, ndihmon në rritjen e funksionit dhe kapacitetit të mushkërive. Ndaj sigurohuni që të përfshini sa më shumë produkte shëndetësore të pasura për shëndetin tuaj. Fistikët. Fistikët janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e mushkërive. Sipas studimeve, ato përmbajnë lloje të veçanta të vitaminës C, e cila ofron mbrojtje ndaj disa forma dhe komplikacioneve të mushkërive. Fistikët ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe ngopin lehtë dhe pa kalori, të cilat janë përgjegjëse dhe për shtimin e peshës. Pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale dhe kujdesuni më shumë që të mbrojeni dhe nga virozat e stinës për të evituar më pas edhe problemet me mushkërinë. Konsulta me mjekun është parësore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.